Të nderuar të shikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Bashkimi Evropian dhe ne. Sonte do të flasim për një nga temat më jetike për të ardhmen e vendit tonë, mbrojtja e mjedisit dhe përputhja e legjislacionit me standardet evropiane. Sa është e përgatitur Maqedonia e Veriut për të përmbushur kërkesat e kapitullit 27, i cili përfshin fushat më të ndjeshme, si cilësia e ujit, ndotja e ajrit, menaxhimi i mbetjeve dhe ndryshimet klimatike. Do të shurtojmë se cilat janë sfidat më të mëdha ku jemi me projektet konkrete, sa na ndihmon Bashkimi Evropian dhe donatorët ndërkombëtar dhe si planifikon shteti të përballojë investimet e mëdha që kërkon ky kapitull. Për angazhimet e institucioneve, përpjekjet për tranzicion të gjelbër dhe sfidën më të madhe, t'i bëjmë ligjet jo vetëm të bukura në letër, por edhe funksionale në realitet, do të diskutojmë me këshilltarin shtetëror për projekte dhe zhvillim në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Betim Lamallari. Betim, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se gjitha. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, siç edhe përmenda temat kryesore, pikat kyçe dhe rëndësinë jetike të cilin e ka vetë ministria, por gjithashtu edhe një mision shumë i vështirë, doja të fillojmë për gatishmërinë e vetë vendit që të përputhen ligjet dhe standardet evropiane me ligjet tona dhe aplikimin e tyre në praktikë. Po, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka prioritet mbrojtjen e mjedisit, ndryshimet klimatike dhe agjendën e gjelbër. Në kuadër të kësaj, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po bën përpjekje që ti harmonizoj ligjet që janë aktuale në përputhje me legjislacionin me aki komunitar të Bashkimit Evropian. Në vazhdën e kësaj po bëjmë përpjekje që të harmonizohen të gjitha ligjet që janë deri tash dhe ligjet që do të vinë, që do të pasojnë pastaj që të jenë në përputhje me kapitullin 27, të cilin e kemi hapë dhe po vazhdon. Me siguri në këtë drejtim kemi edhe mjaft sfida, apo jo, Betim? Kur flasim për pengesat të cilat i hasim në rrugë, duke marrë parasysh edhe vetë brishtësinë, ndjeshmërinë e temës, tematikës. Po, është shumë e natyrshme të kemi sfida këtu për shkak se mbrojtja e mjedisit nuk është problem vetëm lokal, por është problem global. Dhe në kuadër të kësaj duhet edhe përgatitja e njerëzve dhe qytetarëve, shoqatave dhe gjithë, duhet edhe ato të përgatiten për të antarësuar në BE. Jo vetëm ligjet, por në kuadër të ligjeve edhe mënyra, harmonizimi, veprimet e gjitha tjerët. Në këtë drejtim kur flet për evropianizimin e qytetarëve, pikërisht në këtë drejtim edhe jo vetëm se ka problem vetëm në Ministrinë e Ambientit Jetësor, por gjithashtu edhe përputhja e ligjeve edhe në institucionet dhe në nivel lokal. Sa bashkëpunoni, do të thënë, si i implementoni të gjitha këto, cilat janë mekanizmat me të cilat punoni, se jeni në pushtetin qendror, gjithashtu edhe duhet të keni instanca tjera? Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi mes pushtetit qendror, atij lokal, institucioneve tjera dhe biznesit. Për shkak se duhet të harmonizohen gjitha të jenë bashkë. Do të thonë, edhe pushteti qendror me mekanizmat e veta, me inspektorat, me ligjet, me aktet nënligjore, me gjitha këto duhet të jetë në gatishmëri dhe në përputhshmëri edhe me ato në nivel qendror, në nivel lokal, pastaj të gjitha duhet të realizojnë edhe kompani të ndryshme të cilat bëjnë një aplikim, kanë një kërkesë në ministri, ose ndryshimet e ligjit duhet t'ia prezantojmë atyre se tash ka filluar ndryshimi i ligjit dhe ti për të bën një transport deri në Unionin Evropian duhet të përputhesh këtyre normave, duhet të përputhesh këtyre ligjeve, duhet të përgatitesh në këtë formë, duhet të plotësosh këto formular, duhet të plotësosh këto parashtresa dhe gjitha këto. Do të thonë, krejt kjo është një sfidë në vete që kërkon kohë edhe kërkon përkushtim nga të gjithë, jo vetëm nga ministria, por nga të gjithë ato që janë.
Keni ndonjë raport apo keni ndonjë indikacione të cilat tregojnë se deri ku janë institucionet të gatshme për t'i aplikuar këto ligje? Flasim për institucionet në nivelet të ndryshme, siç përmende, nivel lokal, qoftë edhe bizneset, e më pas do të kalojmë edhe tek KOJC dhe qytetarët patjetër. Tani për tani, mund të them se pjesa e legjislacionit është pothuajse diku 80% e harmonizuar me ato të Bashkimit Evropian, aki komuniter të Bashkimit Evropian. Po ka ngel vetëm pjesa e zbatimit. Pjesa e zbatimit përveç se kërkon kohë, kërkon edhe mjete, kërkon edhe edukim, trajnim dhe gjitha këto. Bashkëpunimi është shumë i ngushtë, bashkëpunim kemi me gjitha institucionet, për shembull për lejet e integruara A i jep për fabrikat i jep ministria, kurse B i jep komuna dhe kështu me radhë, thonë, jemi të integruar këta. Po normal na duhet edhe shumë kohë, na duhen edhe shumë jetë, na duhen edhe shumë përvoja për të mri atë që kërkon Unioni Evropian. A keni ndonjë plan, siç e përmendet të gjitha këto 80% e harmonizimit legjislacionit, mirë po në aspektin e jetësimit të vetë ligjeve në ngecim, apo jo? A keni ndonjë plan konkret se si do t'ishin jetësuar ligjet për t'i shtyrë përpara që të realizohen, qoftë në nivel lokal apo në nivel më të lartë? Po kemi, Ministria punën e vetë ka përgatitje e plane, përgatitje e ligjeve dhe përgatitje e strategjive. Me thonë, gjitha janë me strategjitë e parapama. Kemi strategjinë për mbrojtjen e mjedisit, strategjinë për mbrojtjen e ndryshimeve klimatike, kemi strategjinë për investime në mbetje të ngurta, kemi plan veprimi, me thonë, gjitha këto janë të përfshime me strategji, janë të përfshime me plan veprimi, me akcione, edhe ngadalë po realizohen. Me organizatat jo qeveritare, si që përmenda, gjithashtu për qenë sa më afër qytetarëve, me siguri edhe keni ndonjë bashkëpunim pak më të ngushtë me organizatat jo qeveritare, por edhe ato ndërkombëtare, si që diskutuam. Po, me organizatat jo qeveritare shpesh jemi partner, po shpesh jemi edhe në anë të kundërta të medaljes, shpesh nuk pajtohemi, por politikat dhe strategjitë i krijon ministria, kurse organizatat jo qeveritare shprehin ndonjëherë pak kënaqësi, shprehin revolt, shprehin gjitha këto dhe jemi të detyruar t'i dëgjojmë, t'i marrim parasysh vërejtjet e tyre edhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Për raste, kemi shumë raste kur organizatat jo qeveritare janë kundër ministrisë, por me kalimin e kohës, me diskutimin me ato, shifet se e gjejmë gjuhën e përbashkët dhe shkojmë përpara. Kemi pas raste, por i kemi të kalu gjitha. Po, mendimet kritike me siguri edhe janë të fryshme, ose mendimet të ndryshme të cilat mundin ndajnë qoftë qytetarët apo ministria ndonjëherë vjen. Çfarë investimesh konkrete janë parashikuar për të përmbushur kërkesat e kapitullit 27, siç e përmendet, i cili është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim? Po ashtu siç e përmenda më lart, kapitulli 27 është ndër 35 kapitujt e Akis Komunitarit të Evropës dhe shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit. Është kapitulli më i kushtueshëm, për shkak se aty përfshin mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e ajrit, mbrojtjen e ujit, cilësia e ujit, menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e natyrës. Dhe menaxhimi i mbetjeve, po thash. Do thonë, gjitha këto 5 fusha janë në kapitullin e 27. Sipas disa parashikimeve, thuhet se kapitulli më i kushtueshëm për shkak se për të realizuar gjitha këto, duhet një kosto prej 1.000 euro për frym, do thonë për person. Nëse Republika e Maqedonisë i ka 2.100.000 banor, atëherë do të ketë mbi 2 miliard euro duhet që të realizohen gjitha këto që janë në përputhje me normat e Bashkimit Evropian, por kjo gjithashtu e ka edhe kërkon edhe kohën e vet. Do të thonë, të arriturat e kësaj duhet dikun të implementohen më së voni deri në vitin 2040. Është një periudhë tranzicionit që duhet të bëjmë përpjekje për të realizuar gjitha këto synime, për shkak se janë të nevojshme dhe janë të domosdoshme për ne. Edhe për të hyrë në Unionin Evropian duhet patjetër të realizojmë këto. Ngadal besoj që do të jam rri.
E përmendëm disa herë edhe ti edhe unë, dëmë thënë derisa flasim për kërkesat jetike të Bashkimit Evropian, reformat të cilat duhet bëhen, janë edhe këto 5 pika kryesore në të cilat duhet të punon, ku është përgjegjëse edhe Ministria e Ambientit Jetësor. Sa kemi kapacitete institucionale për të realizuar të gjitha reformat, kur marrim parasysh ndotjen e ajrit, problematikat me të cilat ballafaqohemi, por cilësinë e ujit, gjithashtu edhe të flasim në nivel pak më të rrafsh qytetar për të shpjeguar qytetarëve se do të thënë edhe tubat e ujit me siguri se duhet të ndryshohen edhe që të kemi një cilësi pak më të mirë po. Edhe obligimet e qytetarëve në këtë rast, cilat do të jenë ato për mirëmbajtjen e vetë ambientit jetësor në këtë drejtim? Unë thash edhe më parë, problemet mjedisore nuk janë vetëm problemet e një individi, janë probleme të shoqërisë, janë probleme globale. Të gjithë do t'i shikojmë si një sfidë për ta tejkaluar dhe për ta përmirësuar. Në këtë kontekst desha të theksoj se Ministria është në gatishmëri, do të thonë ti realizon këto, normal, me etapa të ndryshme, jemi në përgatitjen e dokumentacioneve, jemi në përgatitjen përfundimtare të disa ligjeve që janë shumë të rëndësishme, si është ligji për ndryshimet klimatike, ligji për mbrojtjen e mjedisit, ligji për mbrojtjen ligji për ujin, ligji për mbetjet e ngurta, do thonë janë ligje që janë në fazën përfundimtare. Me kalimin e këtyre ligjeve pastaj vjen implementimi. Do të na duhet edhe disa panele diskutimi me qytetarët, me OJQ-t, me komunat, dhe gjitha këto për t'i realizuar. Do duhet shumë kohë, do duhet shumë mund, por besoj që Ministria i ka kapacitetet e nevojshme edhe në bashkëpunim edhe me Unionin Evropian, për shkak se Unioni Evropian është donatori më i madh në fushën e mjedisit në ministrinë tonë, me kontribute edhe në të holla, në mjete, po edhe me kontribute në ekspertizë. Në këtë drejtim, a mendon se kemi mjaftueshëm popullatën të informuar në lidhje me krahas beneficioneve të cilat i përmendëm, do me thënë edhe me ndoshta ndëshkime të cilat mund t'i bëhen popullatës, institucioneve, qoftë bizneseve apo të tjera, të cilat duhet të aplikohen për të pas rezultate konkrete apo jo. Po në të gjitha ligjet që janë në kuadër të Ministrisë së Mjedisit Jetësor, përveç parimeve tjera të gatishmërisë dhe ekzekutimit, janë të parashikuar edhe pjesa e ndëshkimeve. Pjesa e ndëshkimeve është pjesë e pandashme e ligjit, edhe ata duhet ta kenë parasysh, domethënë çdo ditë më shumë, pas çdo ndryshim të ligjit, ato vetëm shkojnë duke u rrit, edhe duhet të jenë të gjithë të vetëdijshëm se çdo shkelje në mjedis, çdo shkelje në mjedis është shkelje e madhe dhe ajo do të ndëshkohen me ligj dhe institucionet përkatëse do të marrin veprimet e tyre, siç është gjyqi ose inspektorati. Po e kemi me punën e mos ndëshkimit edhe kemi problematikat e caktuara të cilat do të kishim diskutuar në emisionet e radhës, ndoshta kur edhe do të thellojmë në temat të caktuara, pasi ekologjia nuk është edhe ndonjë temë e ngushtë apo jo. Po ato më mirë do të ishte me inspektoratin të diskutohen ato punë. Inspektorati i mjedisit. Keni të hapur edhe një nga konkurset ku mund të aplikojnë OJQ dhe do të thoni pak më shumë në lidhje me thirrjen publike për organizatat jo qeveritare, por edhe kush mund të aplikojë atje, që t'i bëjmë thirrje të gjithë të rinjëve apo atyre që mund të kyçen në projektet e Ministrisë Ambientit Jetësor. Po, shive në vazhdën e aktiviteteve tjera që investohen në mjedis, përveç investimeve kapitale që bëhen nga ana e Bashkimit Evropian dhe nga ana e donatorëve tjerë, që janë Bankës Evropiane për Zhvillim, Bankës për Rekonstruim, Bankës Evropiane për Rekonstruim, donatorë tjerë Zvicra, Gjermania, ambasadat e ndryshme, do thonë, përveç donacioneve të tyre edhe Ministria e Mjedisit Jetësor, këtu falë interesimit të madh të ministrit Zvizdet Megjiti, i cili
pregaditi një, mund të them, konkurs që është më i madhi në bazë të mjeteve financiare. Do të thonë, si vjet e kemi një konkurs me një vlerë prej 229 milion denar, që nuk ka qenë asnjëherë deri tash. Thotë gjitha parat e qytetarëve që mblidhen nga taksa paguesi, do të thonë për regjistrimin e kerreve, për qeset e plastikës, taksa që mblidhen për lejet e integrume, gjitha që i mblidhen nga qytetarët, të gjitha vendoset që ja kthej prapë qytetarëve, duke shpall konkursin për që mund të konkurrojnë komunat dhe organizatat jo qeveritare, institucionet shkencore, institucionet arsimore, shoqatat e ndryshme, individ, profesor, e kështu me radhë. Në këtë konkurs janë të ndame, do të thonë, kemi pjesën për menaxhimin e ujrave, përgatitja e dokumentacionit teknik për ujrat e zeza dhe përgatitja e dokumentacionit teknik për ujrat dhe investimin në ujrat e pishëm. Ato janë 200 milion denar, të cilat komunat do të konkurrojnë për ato, dhe është një periudhë kohore si vjet duhet të fillon me një realizimi, nëse i kanë dokumentacionin gjitha gati, dhe mund të zgjatë deri në 2 vjet që të realizohen ato. Kurse pjesa tjetër është pjesa 29 milion denar janë pjesa e organizatave jo qeveritare, shoqatave të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë me projekte, mund të aplikojnë me projekte të cilat do të kenë ndikim në mbrojtjen e mjedisit, ngritjen e vetdijes dhe tema të ndryshme që kanë të bëjnë me mjedisin. Përmendë edhe individ. Do të thënë edhe individualisht mund të aplikojnë persona fizikë të cilët kanë projekte të saktuara? Po edhe jo, këtë vit është se para dhe persona fizikë, do të thonë ato që bëjnë investigime, do të thonë që bëjnë hulumtime të ndryshme në një sferë të caktuar. Janë këtu mund të theksoj profesorët universitar, të cilët përgatiten, po nuk mirën me shoqata qeveritare dhe kanë një projekt mirë. Komisioni i përkatshëm në Ministrinë e Mjedisit do t'i analizon të gjitha dhe në bazë të kriteriumeve do t'i shpërndaj. Do të për sfarë kemi menduar edhe kriteriume, kemi edhe metodologjinë e rangimit, edhe do të jetë gjitha publike dhe do të jetë transparente. A mund paka shumë se do doja për qytetarët, se do pak ata të cilët janë të interesuar që të aplikojnë, të flasim për kriteret të cilat duhet i plotësojnë në këtë drejtë? Gjithë ata që janë të interesuar, organizatat jo qeveritare, si kriter kryesor e kemi të jetë e regjistruar më së paku 1 vit para aplikimit, mos të kemi pastaj manipulimet ndryshme, regjistrohet 1 ditë përpara ose 1 muaj përpara. Të kenë një status të rregullt, do të thonë të jenë të regjistruar në regjistrin qendror, të kenë një projekt dhe të aplikojnë afatërisht deri me datën 29 të muajit të 4, 29 prill të këtij muaji, në ministrinë ose me post mund të vjen edhe 1 ditë mbas. Ky do të jetë edhe kjo është thirrja vjetore apo do të keni edhe thirrje tjera për bashkëpunim në ndoshta edhe në fusha të ndryshme në kuadër të Ministria e Mjedisit i ka të ndame pjesë. Kjo është programa e investimeve. Programa e investimeve në mjedis. Dhe kjo është 1 herë në vit. Për si vjet është kjo, pastaj vitin tjetër prapë do të ketë programa e investimeve dhe prapë do të ketë një thirrje tjetër. A ekziston ndonjë plan, program nacional për shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian për gjitha këto të cilat biseduam? Ju thatë se keni plan strategjik edhe i cili gjithashtu edhe monitorimin e bënit të tyre, por me siguri keni edhe bashkëpunime të ngushta me delegacionin evropian dhe raportime të ndryshme në lidhje me këtë, me efikasitetin e vetë aplikimit të projekteve. Po, desha të theksoj këtu se Bashkimi Evropian është donatori më i madh në fushën e mjedisit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne Bashkimin Evropian kemi fondet IPA, me të cilat kemi zhvilluar shumë projekte. Projektet më sfiduese në ministrinë tonë janë projektet e menaxhimit të ujrave dhe menaxhimit të mbetjeve. Me Bashkimin Evropian me IPA fondet, deri tani nga viti 2017 kemi pas disa projekte të suksesshme për menaxhimin e kanaleve pastruese, menaxhimin e ujrave të zeza dhe kemi pas projekte për mbetjet
mbetjet e ngurta, deponit e egra dhe mbylljen e tyre dhe krijimin e deponive të reja. Sa kanë qenë efikace? Po, deri tani kemi pas disa projekte. Ato projekte kanë qenë në komuna pak më të vogla dhe kanë qenë efikase deri tash. Tash pritet në faza e dytë jemi në komunat pak më të mëdha, siç është kemi në Manastir, kemi në Tetov, kemi në Kërçov, investimin në impjantin e ujrave të zeza, gjithashtu krijimin e deponive rajonale, deponia në Rusino, deponia në Novaci, deponia në Sveti Nikol edhe deponi tjera, kurse faza tjetër që është pak më senzitive dhe është pak më e madhe është Shkupi. Domethënë edhe stacioni i filtrimit të ujrave dhe kolektori i Shkupit është pjesë që shumë e madhe, domethënë është në aspekt të kostos, po edhe deponia e Shkupit gjithashtu është pak më e madhe edhe në fazën e tretë. Dhe besoj që gjitha këto do të mund t'i realizojmë, që të mund të shkojmë për të trakasim në derën e Evropës. Po, patjetër. Kur përmendet deponit isha duke menduar se kemi raste të caktuara kur edhe qytetarët janë kundër që të formohen apo të krijohen deponi në afërsi të vendbanimeve të tyre. Keni ndonjë plan konkret në nivel lokal apo me qytetarët, diskutimet në lidhje me këtë? Shipe, prej momentit kur filloi të bëhet projekti, domethënë plani për menaxhimin e mbetjeve. Republika e Maqedonisë është ndarë në 5 territore për menaxhimin e mbetjeve me deponi rajonale. Që të thotë se 2, 3 ose 4 qytete ta kenë një deponi rajonale. Dhe prej atëherë filloi ky negativizëm jo në shtëpinë time, jo në oborrin tim, jo në fshatin tim, jo në qytetin tim. Por unë do të kisha thënë se Maqedonia është shtet shumë i varfër për t'i hudhur mbetje, domethënë është shumë e rëndësi t'i trajtojmë ato, është shumë e rëndësi t'i riciklojmë, sepse ato kanë kostën e vet. Gjithçka është me vlerë. Dhe me dialog me organizatat qeveritare, edhe me komunat, edhe me shoqatat që ishin kundër këtyne, në disa vende kemi arrit ta tejkalojmë këtë problem, dhe kemi deponi që fillojnë të funksionojnë. Tash problemi më aktual është problemi i deponisë në Novaci, ku njerëzit nuk ishin të informuar se çka do të jetë, po nuk dojmë deponi këtu. Kur tregojmë se si do të bëhet, si do të realizohet, çfarë impjanti do të ndërtohet, dhe gjitha benefitet që t'i kenë pastaj nga ajo deponi, atëherë fillojnë më ndryshe ta shohin këta. Besoj që kështu do të jetë edhe në vende tjera, në rajone tjera. Në rajonin e Plogut nuk kemi pas problem, domethënë deponia Rusino mund të them se ka kalu në qeveri si verzioni i cili duhet të implementohet. Tash jemi në bashkëpunim me Bankën Evropiane për rekonstruim dhe ndërtim me një kredi të atyre që të realizohet ajo, është në fazën e fundit për realizimin e projektit. Besoj që deri në fund të këtij viti do ta kemi edhe shpalljen e tenderit për realizimin për ngritjen e godinës së impjantit për menaxhimin e mbetjeve. Kur flasim për menaxhimin e mbetjeve dhe reciklimin e tyre, siç e përmende pak më herët, duke parë edhe përvojat e vendeve të Bashkimit Evropian, e dim se ata i përkushtohen shumë rëndësisë, domethënë që të reciklohet në mbetjet, të përpunohen ato dhe të shfrytëzohen përsëri. Kemi shumë pak pika, kanë filluar, por shohim në nivel praktik të them, si kemi shumë pak pika për reciklimin të qoftë shisheve të plastikës apo mbetjeve dhe keni ndërmend, keni ndonjë plan konkret se si të vendosen më shumë pika të caktuara ku? Po, domethënë kemi përgatit plan, kemi dhe strategjinë për këtë, po unë do të kisha fillu nga ajo se edukimi duhet filloj që në shtëpi. Që në shtëpi duhet të selektohen. Me selektimin e mbetjeve, atëherë jemi veç një hap para. Pastaj kemi përgatit, Ministria do të ketë dhe kaunta tjera të brllokut që do të jenë selektive, edhe gjitha këto pastaj do të deponohen në deponi rajonale që janë me reciklator. Ashtu siç e bën Bashkimi Evropian. Ne për momentin nuk jemi në atë fazë, për shkak se ajo është një kosto shumë e madhe dhe
Mashina nuk mund t'ja lejoj atë luks vetes, po besoj që mbetjet nuk janë për të hull, po janë për të trajtu. Përmende një vit, vitin 2020, ku do duhet të përmbyllen të gjitha reformat dhe kapitulli 27. Sa jemi ambicioz dhe sa e shohim realisht se mund të përputhemi me ato ligjet, jo vetëm të përputhem, do të thënë të jetësohen të gjitha ligjet dhe standardet e Bashkimit Evropian në këtë. Atë përmendër është afati i fundit, kur duhet jenë të gjitha të përmbushura. Besoj që edhe më herët. Me ligje jemi shumë afër, me zbatimin atyre dhe implementimin do të fillojmë shumë shpejt, për shkak se nuk mund të hyjmë në Unionin Evropian pa i kryer detyrat e shtëpisë. Pa i bë ligjet, pa i implementu, pa fillu implementimi atyre, pa fillu realizimi atyre, pa fillu jetësimi i atyre dhe qytetarët ta shohin gjithatë. Besoj që shumë shpejt do të realizohen, se jemi në gjitha fushat, si në mbrojtjen e mjedisit, si në mbetjet e reciklueshme dhe menaxhimin e tyre, si në ujërat e zeza dhe ujërat e pishëm, në menaxhimin e tyre, domethënë në gjitha fushat jemi duke bërë përpjekje maksimale, si me ligje, si me institucione ndërkombëtare, si me fonde që të na ndihmojnë edhe t'i realizojmë. Besoj që shumë shpejt do të shihen edhe rezultatet, edhe vetë se janë dukshme në disa sfera. Te kisha fjalën edhe për 87 impiante për trajtimin e ujërave të zeza. Po, ato që thash edhe më herët, trajtimi i ujërave të zeza është sfida më e madhe për momentin në Ministrinë e Mjedisit, për shkak se për çdo 2000 banor duhet të realizohet një impiant, ose impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Shkup, që është më i madh, është tjetër, por në ato tjera duhet 87 impiante tjera. Ka filluar veç realizimi këtyre në disa qytete më të vogla. Janë realizuar, janë funksion dhe funksionojnë shumë mirë. Ka mbetë edhe disa tjera me kalimin e kohës, disa me fondet evropiane, disa me donatorë të ndryshëm, disa me para të buxhetit, gjitha do të realizohen. Shpresoj se do t'ju kemi këtu për të folur në lidhje me të gjitha temat të cilat i përmendëm, ndoshta edhe në mënyrë pak më të detajuar në lidhje me këto tema të rëndësishme. Cilat janë mësimet e nxjerra nga projektet aktuale në Manastir, Tetov, Kërçov, Novaci e Rusino? Janë projekte, në Manastir, Novaci, deponia rajonale që të ndërtohet, mësimi është ndjerë nga atje se duhet të punojmë më shumë me qytetarët lokal, më shumë të punojmë me OJC-t, më shumë të punojmë me ato të tregojmë njerëzve benefitet e ndërtimit të një deponie. Do thonë, gjitha, duke përfshi prej të shtëpia deri te riciklimi i gjitha mbetjeve. Do thotë, ajo është një që duhet një mësim që e kemi nxjerrë nga atje, të cilin besoj që do ta praktikojmë edhe në Rusinën të Tetov, besoj që shumë shpejt do të realizojmë edhe atje një projekt të tillë, kurse për impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Kërçov është veç i realizuar, tash ka mbetë edhe pjesa e kanalizimit dhe ajo do të lidhet me atë dhe do të fillojë funksionojë. Do të thonë, janë projekte kapitale, janë projekte milionshë që janë vazhdimësie dhe besoj që do të realizohen. Kërkoj një angazhim pak më të thellë dhe më të detajuar. Betima, do të kishe edhe diçka për të shtuar në lidhje me ato të cilat ndoshta edhe nuk i kemi diskutuar për qytetarët, ndonjë informacion i cili do të vlente si shumë i rëndësishëm për ata në lidhje me projektet aktuale të cilat i keni dhe planet ambicioze, pse jo? Po, unë do të kisha thënë se ta ruajmë dhe ta mbrojmë natyrën. Ta ruajmë dhe ta mbrojmë mjedisin. Këto janë dy porosi që janë shumë të rëndësishme për neve, për shkak se ajo është e gjithëve. Dhe në bazë të asaj, gjitha që kanë projekte, ide të mira që janë për mbrojtjen e mjedisit, lirisht le të adresojnë te ministria jonë. Besoj që do të jemi për krahës dhe do të gjejmë rrugën se si mund të realizojnë ato. Edhe te programa investime, po edhe projekte tjera. Le të urdhërojnë, le të realizojmë, jemi të hapur për bashkëpunim, për biseda me gjithë ata që kanë ide të mira dhe kanë projekte të mira.
Patjetër, edhe njëherë të rikujtojmë qytetarët se deri me 29 prill është e hapur thirrja për projekte të caktuara ku mund të aplikojnë në Ministrinë e Mjedisit Jetësor. Qytetarët dhe komunat. Dhe komunat, patjetër. Të faleminderit që ishe pjesë e emisionit tim. Shpresoj se do të shifemi shpejt, do të trajtojmë edhe tema të ndryshme të cilat na tangojnë të gjithëve. Faleminderit edhe juve, gjithashtu kënaqësi është ime. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu edhe përmbyllim këtë edicion të emisionit Bashkimi Evropian dhe ne, duke dhënë një mesazh mjaft të rëndësishëm. Duhet të fillojmë edukimin nga shtëpitë tona për të dalë më tej në rrugët tona e më pas edhe të ndikojmë në gjithë ambientin jetësor. Duke filluar nga ne, mund të bëjmë ndryshimin. Pra, ju edhe njerë juftoj që të ndiqni të gjitha thirrjet publike të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me mjedisin jetësor, por edhe thirrjet publike të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së jetës sonë dhe mirëqenies së qytetarëve. Unë ju falenderoj që ishit me ne sonte. Mirëmbëngjes.